Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet tek Begjisteni dhe në Zigzag, zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Përshëndetje miq të Sport Podcast. Rikthehemi si çdo të mërkur me tjerë kampion shkodran dhe ata që kanë bërë histori në qytetin tonë dhe jo vetëm. Por para startimit të kësaj puntate të radhës, duhet të shprehim një falënderim për mbështetësit e këtij programi që po na ndihmojnë të rritemi nga java në javë. Duke filluar me Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Mishte Shemsi me dyqanet tek Begjisteni dhe në Zigzag, po ashtu edhe zyrën shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc. Sonte kemi të ftuar një tjetër ish kampion të futbollit, ish emblem e vllaznisë, 2 herë kampion me Kuçeblut dhe po ashtu 1 herë kampion i vendit me Elbasanin në sezonin 2005-2006, ish mesfushor, aktualisht trajner i moshave tek Kuçeblut, Safet Osja, një emër jo vetëm i futbollit, por edhe shumë i respektuar dhe një qytetar model i qytetit Shkodrës. Profesor, një kënaqësi. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Si ndihesh sot, po ta bëj pyetjen direkte të parë, që jo si futbollist, por si një njeri vlerësosh aq shumë qytetin e Shkodrës? Tam drejtën i falenderoj gjithë, po mos. Tu fillu si më hënë tek familja eme që më ka mbështet, edhe gjithë populli i Shkodrës plus edhe tifozat që kanë të zjarrt. I falenderoj gjithë pa mos. Keni lënë një emër shumë mirë. Jo, po e lë pas pjesën sportive, por pjesën njerëzore fillimisht. Gjithmonë më kanë thirrë djali i mirë. Kështu që ka me si shprehje. Dhe thoni ndër të pak të djemt e mirë të vllaznisë. Besoj krenar. Shpresoj po. Po e të fillimet tuaja, për njerëzit që nuk i dinë, sepse ti nuk u zhvillove si futbollist tek vllaznia, por tek shkolla mjeshtërisë në Tiranë. Po atëherë vitet e para të karrierës time kam nisë në 88-ën me të njerin Ali Rakiqi. E i ka kënë përsuri parë që unë kam bo, unë e kam nisë moshën 12 vjeç sportin, edhe kam kënë me pionierët e vllaznisë në të kohë. Edhe 2 vjetë, 88-90, unë kam kënë të pionierët e vllaznisë. Pastaj, 90-94, unë kam marrë shkollën e mjeshtërisë sportive në Tiranë. Në vazhdimsi, mos e thënë. Trajnerët që hase gjatë kësaj periudhe pa kaluar tek të rriturit. Të thosh te moshat e reja që thëmë drejtën në 90-ën, këna kënë pionjerët e vllaznisë, na për herë të parë këna dalë kampion me pionjerët e vllaznisë 90-ën te Plepat e Durrësit, këna atëherë Spartakjada që u boshin me ekipet. Edhe aty e kem një për herë të parë shihen e kampionit që e kena fillu, kam kënë dhe me fanel Kuçeblu. Pa, normal. Po në të kohë, para 90-ës, kënë pionjerët e vllaznisë u qushin në të kohë. Pastaj, unë vazhdova karrierën time te shkolla mjeshtërisë sportive. Aty kam pas profesora Skënder Sinonin, që sot nuk jeton, ndjes post, kam pas Rom Sheun, kam pas Bestik Qelen, si më honi kam pas profesora në shkollë mjeshtërisë në vazhdimsi. Disa emra të njohur. Po, kanë kënë trajnera, plus kanë kënë edhe trajnera mos andaj të Super Leagues, sot Bestik Qela është pjesë e federatës futbollit. Po shokët brezat që kalove gjatë kësaj periudhe. Thëmë drejtën te moshë. Na interesojnë ata shkodrat më shumë. Te pionjerët e vllaznisë, unë moj mend kena kanë grup shumë i mirë, por brezi që e ka vazhdu sportin motej, ka kanë moj mend Ilir Divra, Albanasoni, Sokol Cukoli, kanë shku deri në moshën deri te 3, arritën deri te vllaznia, po i Liri edhe Albani lujten më tepër. Ato ishin më të vegjël se na. Po i mojmë në kurse pjesa tjetër, po thuj se deri në 16-17 vjeç edhe po të lënë sportin. Nuk është se kisha. Nuk kishe të bashkohesh tek vllaznia pastaj, bashkëlltar nga trinjt, nga fëmijët themi tek ekipi parë. Këto kanë 1 vjet, 2 vjet më të vegjël se na, po këto kanë vazhduar më sonë. Kurse një pjesë e madhe e tyre ka kanë Gent Buca, Vadoi, më kujtohen se ndoshta edhe prej ndoshta edhe nuk më kujtohen edhe më emrat sot që e kanë vazhduar shumë pak, kanë luajtur deri te 30 dhe po të ndonë. Pra nga i bez këto emra që përmendën që janë të njohur për publikun që luajtën me vllaznim më pas.
Karriera jote si futbollist profesionist nuk nisi në fakt në Shkodër, por e startove në Laç. Po ashtu qëllej, marrova shkollën e mjeshtrisë sportive, faktikisht edhe në shkollë më ka ecë shumë mirë, kam kënë lojtarë që është vitin e parë që aty ka kënë Shkëndia, aty kishte paratritë dhe tritë e Shkëndisë. Unë po ta pas fatin që është vitin e parë, unë kam lujt me paratritë e Shkëndisë, u qushin atëherë, ishin 2 vetë, unë bashkë me Armando Zanin, nuk e di i ka lujt pak në Shqipni, por ka lujt në Gjermani, këtë djali është Tiranës. Unë edhe ishim që i bashim të paratritë, si u duhet e 2.75 për me lujt. Që ishte si regull për kohë. Ishte si regull, po. Edhe i kishte profesor Beci Vesqela. I kishte edhe në afroj, edhe kam lujt qysh në vitin e parë të shkollës mjeshtrisë, kam fillu me lujt me paratritë. Pastaj edhe gjatë viteve edhe me tritë, më sanë që i takon me breza. Periuda të Klaçi. Kam pas fatin 92-shin, kam kënë edhe me paratritë e kombëtares. Po të me shku në 92-shin, kena shku në Bullgari, për herë të parë kam dalë jashtë shtetit. Çfarë lojtarësh ishe në periudhë? Atë periull ka kënë, në qose nuk e dija, moni men, ka kënë 92 herë që u grumullume, ka kënë nërë të parë që fillume, në qose e moni men, ka kënë Lola që shkunën me paratrit e kombëtares, por unë nuk e pata pas fatin me shku, se nga që ishim 22 vetë, 6 vetë u dogjme. Arsye? Arsye ishte në të kohë, ishte 92, sa kishin dalë vizet e këto, ma shumë shkoshin drejtuse se so sportistë. Edhe mu më nëlli fati që nuk arrita me shku në Gjermani, në që ose kujtohet në të periull ka kënë e kësët, edhe po të 10 sportista në të kohë. Max Dermishi, kjo Armando Zoni, ko edhe në Lola, janë kënë 10 sportista që ishe me paratritë e kombëtarës najtë në Gjermani. Pra ishte brezi i Lolës, mund të themi, që me pas shkuan edhe tek kombëtarja A dhe bën edhe historinë atje. Po ato startimet profesor, besoj të vështira në Laç me vitet vështira të tranzicionit. Unë marrova shkollën e mjeshtrisë, unë knesia më madhe e qefi jemi ishte me vesh fanenin e Vllaznisë, thëmë drejten. Marrova shkollën, erdha këtu, ishte profesor Alia, ishte atëherë gjallë prapë. Edhe thëmë profesora, thuma e për mundësi në i fije mu afru, thusha me bane i provë dhe Vllaznia. Faktikisht në atë kodë... Kush ishte trajner i Vllaznisë? Në atë kodë ishin ka Kena Strita Fizi edhe Sadra Kiçi. Por në qëse ju kujtohet në atë 2, në atë 3 pat një kësët Vllaznia që u largunë në sportiste. Edhe në atë 4-shin, thëmë drejten, ishte i fat i mirë i trive dhe Vllaznisë, ishte në atë kohë erdhen shumë për i trive, edhe shkunën të ekipi i parë që kishin, e kishte fat që u shpërbo Vllaznia malë. Kishte boshllaqe shumë ma. Por në bona një provë, thëmë drejten, nuk arrita me e kalu, nuk e njofë, profesorin, gjithmonë, unë nuk isha lojtarë që nuk u njifësha, por janë shtu ardhen rrethonat, po të në shku në Bullgari, ekipi Vllaznisë, edhe i pa të thonë profesor Alia, që ose keni dëshirë, vjen edhe me fjallë, vjen vetë vetëm shifën edhe i mujnë fosforitorën, që ose ju bënë, e moni, që ose nuk e po ta pas fatin, me të thonë drejten, u mërzita isha në atë kohë 18 vjeç e gjysë, ashtë periulla ma keqa që mundet me ndollë një sportistit, por me thonë drejten, unë më sanej shkova bëna një provë tjetër prep në Lezhë. Në Lezhë kam nëjë rrëth 2 muaj, gusht, shtator. Po kënë Vasil Bici trajner, në atë kohë të Lezhë ishte Fred Mjeda, Lat Gjuzi, kanë kënë prej Shkodrës. Një brez i mirë edhe i Lezhë. Po, ishte dhe Lezhë, ishte në superior në atë kohë. Unë e po bëna 2 muaj stërvitje, po të thonë profesor Vasili, më tha mu, ti mund është ta mu po sportista, po nuk kam federu. Po pse? Se ishte, për derisa kishte vlerësim për ty? Po, që të bësh, ashtu ishin rrethonat kohën atë kohë. Prep vazhdej një periudhë që thëmë drejten u mërzita. E mendove Talije? Ta thëmë drejten shumë herë, por kam një ideologjet Bobs, sot vjetën në Amerikë, Gani Kimqa, e ishte një, si më hanë, biznesmen që ishte në Shkodër, e i mu gjenë offer
edhe kishte qefe, kishte shumë kështu, merrte me veti gjithkund, shkoshin në Ballshën, në Vlorë, në Durrës, e I bote rrugë që kishte, hajde thote me mu se të gjejmë një ekip, thote sa me bo stërvitje, mjepte kuraja me të drejtën, mëse lënë sportin, mjepte shumë kuraja, të drejtën. Pra të thojza Boxhli, dhe zotëris. Normal, në sa herë diskutej edhe me te, bele edhe I më ko vu emrin. Kështu që e ka... Pas ka pasur besim shumë të kishte 5 vajza në atë kohë I lindi edhe djali, mrapa, mas ju bëna unë sportist. Por më kishte duveles të drejtën, edhe më ka një shtyse madhe për mu. Që ti mos e lije sportin, futbollin. Rastësisht të bakte rrugën si shkosha, I thamun e kam një dy shok që kisha marru shkollën e mjeshtrisë sportive, Ruda Jozi, Alfons Gjeloshi, faktikisht ata kanë luajtur shumë pak te Laçi. Por I takoj rastësisht në Laç tu kthy, një moment edhe më thotë, pse s'vjen për Vozhë, më thotë mu këtu te Laçi. E një që duhet e ky Hoxha si thënë, po më ku është, thotë u kam qef, dhe shkon e takon trajnerin me thonë drejtën. Laçi ishte superiore? Ishte në superiore, në 10 orë diçka, edhe I thëtë, po të vinë, thëtë, moj, thëtë, shife në fosë përjetore, thëtë, banë, s'banë, thëtë, si më hanë ishi me provë në të ku. Edhe thëmë drejten e vazhdova, si më hanë stërvitjen me knesie, plus që kisha afrimitet edhe për këtë në dy shokve, pavarësisht sa ata ishin Vendalin, Laçan. Njëni jeton që më ishte Milotas, kurse tjetri Laçan. Por nuk ashtë si ishin formacion stabil, ata ishin rezervë. Edhe po ta pas fatin aty, bona një 3 javë stërvitje, ata si shduken e kishin shtu me qef, afrojnë emrin të në federat, në atë kohë ishte Besnik Qela në federat, edhe shef emrin të më aty. E njëjtë. Po, edhe moj mend bele ka kënë drejtor sportiv në Utarashi. Edhe I thëtë, po këtë djali, thëtë, si ka mbrit të ju. I thëtë, o, thëtë, psa njëfë, thëtë, që në varë, thëtë, për I shkollë, thëtë, unë thëtë e kam pas 4 vjetë në shkollë mjeshtrisë, edhe mone, thëtë, se e keni sportist mirë. Kur vjen drejtori sportiv në Laç, me thonë, mene, kishin mori një lujtar super lujtar, pa që lujtar, thëtë, kena blej, thëtë, trajnerin, thëtë, I shtyri shtu, thëtë, në foli, thëtë, Besnik Qela. Që kishte shumë vlerësim për ju. Për këtë rast, që mane falenderoj edhe profesorin që fjallët e mira pavarësisht se unë kisha lujt, por janë edhe fjallë. Aty me ta drejtën si duket mu hap një dritë jeshile për me lujt superiore, për mu ishte... Kush ishte trajner I Laçit në atë periudhë? Ka kënë Benfeshte, sot është vëzhgus, si më hanë të këta moshat. Dhe e ishte për herë të parë trajner dhe më ofroj me ta drejtën Niva Knesi, edhe për një muaj e gjys, të qasë tërvitje, unë arrita me zonë formacionin në Laç. Në atë kohë nuk ishte, isha rrët 19 vjeç. E të më drejten, neshe apor, me moj mendësitesh, neshe apor ka kënë me Durrësi. Po atë me fitu 2-0, 3-0, se moj mendëvesh Knesia më madhe e jetës të eme. Deshe apor si profesionist? Si profesionist, 95. Luaj në Durrës apo në Laç? Në Laç, edhe fitu në Laç, edhe me të drejten më shkaj edhe mirë. Unë kisha bele një kundërshtar, një Elton Koço, ko kena maru shkollën e mjeshtrisë me te, po ishte 3 vjetë më I më thonë. Edhe më thote mu, si, po se morë vetim, të kam moj mënd vogël, më thote. Po më shkej në isha shumë mirë, edhe me thonë drejten, 1 vjetë e gjysë I kam lujt në Laç, kam kënë lujtar stabil edhe I formacionit. Më të themi se u burrorove ndoshta aty? Falë tonë djemëve aty, me ta thonë drejten, ishte kapiteni, si sot atëherë ishte emblema të Sabamici, ishte si më hanë emblema I Laçit, por të gjithë pa prej ashtim së ndoshta nuk ishte vetëm ai, ishte shumë sportistë tjerë që më kanë ofru, plus ishim edhe shkodron shumë. Në janar mësa në erdhi dhe Alban Noga, ishte Fred Mjeda, Sokol Shtllaku, si më hanë ishim 4-5 shkodron. Që ka bërë një koloni shkodrani pëse? Të qesh bile këte kapiteni, thote, nga të smoshim, thote, vllaznia bëj, thoshim. Ja, thote, nga të lujt Laç. Do të si sot që Shkodra shpërndan futbollist në gjithë vendin. Gjithmonë e ka pasur ndoshta traditë. Ka shku mirë, më kanë prit mirë dhe jam shumë I kënaqur. Ndjeni besoj ende respektin. Po, normal. E Laçanëve. Po. Po për të kthyer pak tek ajo pjesa me profesor Astrid Hafizin, keni folur ndër vite me pas për atë vendimtin
Fillim Ja, nuk kisha në kontakt po me drejt, se edhe përsuri doshi po doshi në të periudhë që ko kanë në atë kohë, që thëmë drejtën ishin 15 sportista që kon kanë lujtarë që i prej trive. Ko kanë një brumë që hajde muaj 2-3 muaj, lërgëj, hajde 5 muaj, lërgëj, ko pas vështërsi. ishte një lëmsh të Vllaznia. Ishte kaos, si thënë, që ishte edhe Vllaznia që kishin di, këto të lujtarët e vjetër, s'kishte me vetëm seri ishte. Se unë e mojë mend seri, 94 që kur bëna një neshje, si më hënë kontrolët që isha në provë, vetëm atë mojë mend për i 2 vjetër. Vetëm atë njihje? Asnjë tjetër. Asnjë tjetër s'ishte. Kërkush ishte Astrid Pem që Elban Nogas ishin motri i sej. Po i vetëm me kishte mecet, pjesa tjetër ishin largu prej. Që edhe seri Dedja nga ato vite pastaj u largua nga futbolli i luajtur. Po, 94 ndiçka më duket e kalon edhe. Po pjesa kur erdhe tek Vllaznia, besoj të plotësua ëndra pastaj. Thëmë drejten, moj menda dhe Profesor Sabahin, postra me duhet me thonë, për herë të parë... Sababizi. Po, për herë të parë, moj mend që më kohër të shpia, edhe më ka thonë, unë bëna i neshit bukur, faktikisht Laçi Vllaznia në Laç, edhe syç duket, Pirash edhe në sy, ishte trajner në të kohë, se iku Astridi, erdhe Profesor Sabaj në të kohë, Marej, ishte tamam fillimi në 96 sa marrë kampionati, edhe më ofroi tha, ki qef të morë dhe Vllaznia. I thash, profesor, thash, ëndra jema është në vesh i herë feneri e Vllaznisë. Por si duket ai nuk e kishte sa marrë kampionati, e të largunin edhe e mori serin, Gjosa Zendedja. E mori ekipin 96, sa kishte lanë, s'kishte i vitë, s'kishte lanë sportin. Po këtë gjo boni edhe seri, më ofroi. Por të ndrejten, unë i full e i fije që nga që isha në superiore. Edhe aty unë isha informacion, i thamë profesor, i thamë unë mas mëllë në qafë, i thamë, se du me lujt, i thamë futbol, jam të lujt superiore. Po djallë, thamë, nuk njofë heshta, unë thjesht kam po të lujt futbol. Që ose letë ta që ki lujt, si vazhden me lujt, thash, në leqa dhe këtu tha i ke dyrë të hapën, që ose e mëriton, tha kemi lujt. Që ose ti nuk e mëriton, na dhe gjashtën u bëha super ekip. Super ekip. Përmendi pak emrat. Unë moj mend, lojtari më i vjetër ko kanë Alban Nogo, si ishte 27 vjeç, Astrid Prem që po thuj se një moshon, pjesa tjetër fillute, Ron Miloti, Edi Martini, Oleg Skodri, Safeti, Luan Zmioni, Ilir Dibra, Armando Cungu, Suat Lici, ishin po thuj se ishin një mosh, 20-21, maksimumi ishin më i madhi, në fjalë tash ishin këto dy si ishin 27 vjeça. E u bëha shumë ekip i mirë. Po dhe shumë i ri. Thëmë drejten edhe konkurenca ishte e madhe. Kur erdha ishte Kuj duhet jazie vendin në formacion? Me këtë duhet rivalizoje? Po jo, në të periudhë ishte kaos dhe zi. Sepse më falë që po të ndërpres. Safet Osin, gjatë gjithë karrierës tënde, nuk e di çfarë roli nuk e luajtë përveç portier. Mbrojtës, fushor, ndim sulmit, gjithë ku kishte nevojë ekipi, ose ishte gati. Unë thëmë drejten, roli yt i preferuar ishte mes fushor, besoj. Mes fushor, mbrojtës i djathtë, kam luajt, edhe mes fushor, kam luajt edhe stopper, por thëmë drejten sot, si flas me qetësi, unë kisha qef, ku të më thote trajneri me luajt, unë kisha qef me luajt. Ndaj, po ta thoja. Kam kanë lujtar trajnerit. Unë kisha dëshirë, ku të më thote, unë nuk i thosh ajo, vetëm, unë bële edhe 7 fëmijëve që i kam, i thamë, si është mua mirë, i thamë, a mua mirë me luajt, i thamë, fush, apo me ndaj rezervë, se mua mirë është me luajt, se kur let, edhe... E shfaq talentin. Po të Brezi këtheu e herë tek Brezi të lutë? Të 96 ishte shumë ekipi mirë, po të me shku më e mend, po të me shku në Cetinje, u bëha shumë ekipi mirë, ishte bom stërvite rrëth i muj e gjysë. Imagjinoje, nuk dishe as profesor seri, sa ishte viti i parë që e kishte marrë, të thëmë drejten, edhe unë kisha kënë trajner, sot kishe shumë dilema. S'dishe keme fut, ishin, kur bashim një mëhet neshje, me 2 porta që u bote në të kohë, nuk ishim njeni më mirë se tjetëri, sa u shfaqte njeni del të tjetëri, si me hënë, thëmë drejten, ko kanë shumë ekipi mirë. Këtë do veqoje ndoshta? Këtë do veqoje një? Jo, nuk, to është edhe pra ne të mund nuk mundë me vequ. Një emër në duhet. Por nuk mundë me vequ, si ishte... Sinani ndoshta, si gole shënues. Sinani ka ardhë më vonë, më sënë. Sinani ka ardhë... është më ri. Është më ri, Sinani atë periudhë nuk ko kanë atë. Që më hanë ko kanë, është më ri, sa është... Martini, pra.
Edi Martini ishte, se erdhi Edi Uliksi, erdhi në diqa kishe Edi më duket erdhi për jashtë, a ko kënë Austria, nuk e muaj men, se ku ko kënë, por erdhi, o tash edhe i herë, nuk kishe kuj mi thonë, Rinster. Si Rinster. Faktikisht më dheni qëlej edhe për ju dhe shkurt, se rrëth 6 muaj, se më thënë në atë 7 Trazia, u shpërbo. Në të periull, këthehem, në të periull në atë gjashtën, që në është të pa kujtej, në të periull ko kanë në përsëra striti, trajneri u 21-shave. Komtares. Pa, edhe ishte knesia më madhe, kur në thiri, kena kanë unë, Edi Martini, Ulix Kotri, Andi Leli, Luan Zmioni, kena kanë 5 shkodran me u 21-shat e komtares, plus kishe në doktorin, doktor Zedil. Por, unë e njëva vedin, si më hëndë knaqën, se përsëra striti ishte para 2 vitëve nuk murit e ekipi, edhe murit e komtarja ishte knesi, të ndrede. Pra s'paska pasë hatë mbetje me ju. Ja. Thjeshta i paska qenë një vendim momentan. Momentit, a din, tash edhe herë, është periulla, është gjdo të ranjerë. Edhe unë sëtë, se unë jam, që më thonë që janë një flasë me qëtësi, është periulla më e vështirë e një sportistit për mu rritë, në që ose gjithmonë, në që ose dënë mu rritë, 18 vjeqë. Që ose nuk ke dëshirë, pasion, vullnet, është shumë e vështirë. Që ose të mëtë këj pesimizmi, ama se zbohem, atëherë mund është o me rohë dhe mund njëtë. Pa duhet përkushtim shumë edhe vullnet, edhe punë, normal. Se unë, jo se du mu më burë, por unë nuk kam pas një talent madhë, por thjesht kam kënë lujtar punëtor. Në ka pëlqy ma shumë puna. Bajment Dervisha Gjosmanovic që thonë të një intervjis pa shumë vitesh, vetëm moset mos mungoj, thote. Kishte një simpati, respekt shumë të madh për ju. Këzej respekt për gjithë profesorëve që kam kalu, tash edhe unë kam pas shef që të paktin me lexu profesorin, me lexu si më han, me lexu lojën e tij edhe kisha dëshirë si më han ku të më thoshin ato, kisha të qef me lujt. Nuk kam kanë. Nuk llogarisja asgjë. Ja. Du me lujt, kam lujt shumë herë dhe më kujtojt edhe natë e gjashtën që futi serë edhe një për një me kundërshtar për shkakun. Kush ishte më i miri i një ekipit kundërshtar, atë thotë mua. Kush është ndoshta një kundërshtar që ka ngjallur më shumë panik, më shumë vështirësi? Pa nuk mundem me thonë tash edhe herë që periudhën që kena kanë, ma dhe kur është ekipi i mirë, nuk e dallën edhe kundërshtar. Jo, një lojtar kundërshtar që ndoshta kishte edhe simpati, ta shikojë fushën e lojës. Po, thamat brezit tënë, po thëtë. Në atë periullë, nuk e di, ko po kënë gjose e mënë mënë, ko po kënë një lujtare e du se mori lushnja. Po dhe lujtë në Braziliani. Po dhe Braziliani ishte lujtarë shumë i mirë, po e letu qeshtë shukë, si u bashim neshe kontrolit, thoshim e du, po ishte lujtarë teknik, faktikisht. Po unë me thënë drejtë kam pas frym, edhe nuk disha mu lo. Edhe i kam pas qef të lujtarë teknik, nuk kisha qef me ilan për me lujtë topin, isha mu ati për si ti përshkatrusit me ajk top. Po ato lojtarët e Tiranës ndoshta mu ka Kanë shumë lojtarë. Sepse ndoshta takonin edhe rolet për të ndeshur me ta. Devi Muka, më e mend, po ka kanë vonë kjo. Më e mend një rast që kam lujt me Shulcën, trajnerin, kam lujt një neshe, thëmë drejtën, po ta bëj një operacion, dhomin, edhe po ta bëj kam kanë i qepën, kur më ko thonë e Gjermani keme lujt, edhe unë në të mosh që isha, i pasioni dëshë s'kisha 4 ditë që isha bo me pena, kisha 8 pena, më thët me lujt, po me lujt një për një, me Mukën. Edhe atë e kam, nuk e di, më duket që kena dalë, jo më duket, po 90 për kena dalë Brazil. Edhe më shkej nesha mirë. Kam shku mas 2 ditëve me hek penat, edhe më dhe i thëmë doktorit, i thëmë, kam bo në Tiranë, operacion, te francezi. Edhe i thëmë doktorit, edhe kam lujtë, thëmë para 2 ditëve, ja, ma thëtë, s'ka mundësi. S'ka mundësi, se duhet e me hek penat. Jo, mu e thoshën kam lujtë, mundesh me po e thonë se ke në vidi. Ja, po si kur, thote, pakten një brull, se më kisha nda një orë gjysë, si më hanë në operacion. Por, janë momentet, janë koha, japin dëshira. Po të kthesh pas në kohë prep, sërish dhe beje? Po, normal, thash për sportin... Viti vështirë në 96, 97, por
pasoj me një titull kampion në 97-98. Po, faktikisht në atë periudhë në shku me... Se ish paka shumë ky Brest që përmende. Po, jo, mësanaj prap në 97-98 erdhë Brezi i ri mësanaj. Që ose më në Alban Volumin, se këta janë më të vegjël se. Po. Alban Asoni, se nështë edhe nuk janë 2-3 vjetë më të vegjël, nështë nuk i kujtoj tonë, po erdhi Brezi në qose 3 herë që kam dojnë kampion, në 97-98 ako kanë Madejn Shkodran. Gjithë Shkodran. Gjithë të fillu të trajneri e të gjithë. Po para se me ardhë, si më thonë, po ta shku me, si thash, me shpresat, shku me në Granadat Spajs, në që ose ju kujtohet, ati i ba me neshit, me Ukrajinën dhe me Gjermanin. Sepse vendi ishte në kushte të jashtëzakonshme. Faktikisht edhe aty, më thonë, kam nejtë rrëth 6 muaj gjysë, kam nejtë në Spaj. Nuk gjete ndo një ekip atje. Ja, ishte dëshira për me gjete ekip, por nuk në dha mundësin që më hanë, edhe aty në Spaj, ku nejtë... Apo qëndruat në karantin të vëzhguar? Ja, në nejtë ma aty, faktikisht kërku ma azil politik, ishim 10 herë u bo buj, 10 lujtarët e kombëtare, se u 21 kërku me azil politik. Nuk në adhonin lejë qëndrimin, faktikisht në atë kohë ko kënë Dervishi, ko kënë presidenti i Federatës Shqiptare dhe i nejti në Spaj. Që sot është sekretar në Federatën Spanjolle. Edhe qysh në atë kohë në kërku me këtë azil politik si u qute, në 2 ditë kena nejtë të një kamp si u qute. Se mësa nej ko ardhë profesor Edi, në ko marë, edhe kena nejtë dhe rrëth 6 muaj kena nejtë të kampi Real Madridit. Hoteli që mode lojtarët e Real Madridit. Mu më kujtohet si të shtash, ishim 21 vjeqa, Samueli mund të kënë 16 vjeqë, Samuel Eto. Guti, Mista, ishin një vit më të që kaluat e me Realin dhe në nivele shumë të larta botërore. Në bote për shtypje, se hoteli që ishim aty, ata jetoshin si më hanë të një kat, edhe kishin televizor për bashkët. Ishin për 7 vjeqa, deri në 18 vjeqa, lojtarë që kishin talent që i kishte të përzgedhën Reali, fleshin, hashin, pishin, edhe i qushin tonë në për shkolla. Mund nuk ishin Madrilen, po ishin si më hanë për i qyteteve tjera, ose për i shteteve tjera që i kishte përzgedhën. Të akademisë të kanteras Madrilen. Kishin 4 trajnera, kishin atë vetëm thjesht, vetëm mikqyrsa. Sa aty ku ishim na ishte veç shërbim. Aty thoshin ato trajnerat sa rritën, se deri në 18 vjeç i moshin aty. Masanaj, kush duhet me dalë në shtëpia private mua. Në atë kohë më kujtohet, si tash më kujtohet Guti, Mista, që në herën fiksu që kena lujt masanaj edhe me Brez, mrapa ata kanë lujt. Por aty prap ishte dëshira, ta them drejtën, dëshira për me lujt, prap thosha nuk u ofrushin ekipe, prandaj thash ishte kategoria 5 e 6 u lutë krejt lirë çamate. Por kategoria 3 edhe 4 duhet të pasaportë spanjolle, që aty edhe kishe mundësi ekonomike, se tonë ishim... Absolutisht. Qëllimi ai ishte ndoshta. Dikush shkoj në Gjermani, dikush shkoj në Amerikë, si më hanë, në met me ja 3-4 vetë. U shpërdome, ishte e dëshira sa filloj, mësane, ishte bo kampionati këtu me grumullim që ose të kujtohet, u bo në Tiranë. Kampionati në 96, në 97 si u la për gjysë. Në atë periull, mësanaj, ko ardhë vjori. Në atë gjashtë nuk o kënë vjori. Në këtë periull, si më hanë, pa marrë vjorin, se vjori kishte shkëlqy të këtë grumullimi që u bën në Tiranë. Si u mëllë si kampionat në atë gjashtë, në atë gjashtë po, në atë shtata. Fillej, si më hanë kampionat, sa fillej faza përjetore, unë isha në Spajë. Edhe fliqa me familje, që ki bo, a ki prasysh tani kishe dëshira për me lujt, një nërë ta, edhe më pëtë marri njeri me Starqela, në telefon. Edhe seri kishte qef, me ma fru prap. Që të reja fronte në ekip? Po, edhe më pëtë në marri në telefon, edhe më thonin, që se s'ki gjetë ekip, hajde të na se dëna me bo ekip të mirë e këte. Unë nga që nuk arrita për me gjetë ekip atje, adin që thamë, edhe prind, se faktikisht unë jam që një vetëm, thamë drejten, edhe ata thushin, bile më thute baba, thute, ta kisha dit, kisha bo dhe fmi tjerë, thute. Edhe për i dëshirë, normal, për i dëshirë edhe të prende, edhe dëshira jam e për me lujtë futbol, u rikëtheva. Por jam më rikëthy në shtator.
Dhe që në fund, Shtatorët 97-ës. Po, shtatorët 97, sa po kishte fillu, si më thënë, nuk e di bile, Kampionati. neshja parë, nduket a kishte fillu, a ishte për më thënë, edhe po ta orë, tam drejtën i gjeta, po thuj se tonë shkodron, edhe tesh prep Breziri. Po Breziri, po të lujt Elben Volumi, kesh Niko Osmani, Elben Asoni, du me të pru fjallën të trit. Që dole kampion. Kampion kena dalë Madejn, në që se, që më hanë për Brezin që ashtë, ko kanë Madejn Shkodra, ko kanë 97-98. Edhe falë edhe presidentit... Që ishte me Grimen, me Premqin, Ezmianin, Osja, Sinani, po, Gjahysa, Lici, Lici, po. Shlaku, Po. gjithë ta emra. Që nështë i harrojmë edhe ne. Përmendem shumicën për tyre, por besoj ai titull të ngel më shumë si me i vlerësuar për ty. Ishte hera parë që deshim kampion. Apo hera parë nuk harrohet. Normal, ishte knasi edhe plus që një dëshirë edhe për i tifozëdhekut edhe për i qytetit Shkodrës, na dolmë edhe mas 2 vjetëve kampion më sonej, por ai ishte knasi shumë e madhe, si kena tosh edhe herë koken, Madejn Shkodran, puro Shkodran kena dalë kampion. Po sezonet më pas, për të kaluar edhe tek titulli i fundit kampion, fatkeqësisht, po e them fatkeqësisht, titulli i fundit. Jo, pastaj 2001. faktikisht në 98-ën unë kam edhe se unë po ta thuj komen. Nuk e di, nuk kam lujt një 6 neshjet e fundit. Kur erdha prej Spajet, thëmë drejtin ishte periudha që erdha shumë mirë, erdha shumë në formë edhe më po qëllu. Kishe stërvitje domethënë. Pa, kisha edhe stërvitje, ma shumë kena bo stërvitje individuale. Po. Plus që erdha këtu, po ta fatin, si më hënë, fati e mi keq, ka dhe 5 neshjet e fundit, kur dojnë me 98-ën kampionu, nuk kam lujt që po ta thuj komen, stërvitje. Por, është masanej e mrapa mu më qëllej një 6-7 muaj i vit kam pas edhe me hekër, kam lujt, por e nisha theri. Edhe natë nonën e po ta hekë edhe plakën, kam pas i plak me 9 vida, po ta hekë asaj vazhdej. Por një i vit e pak, si më hënë, kam kanë... Si pushim. Jo, si pushim, lushe, ko i pjesë të ujtë, po si shaj zoti për me lujt. Erdhë sezoni, mësaj 2000-2001, që pra u bo ekipi, në të kohë mësënej se natë... Ati nuk ishte Madejn Shkodra, kishte edhe disa elementje. Aty mësënej ishte njeri me thërë qela që i bani super ekip. Si më hanë, nëse 98-ën e kishim si sponsor. Kur dollë me kampionat, herë la Azem Hajdori, po Sramet, la si më hanë si president. Si president i parë. Por edhe në 2000-2001 mësënej koken ekipi shumë i mirë. E fillu me mirë, plus edhe në janar që erdhen edhe se në qëse të kujtohet, nuk e dhja më në mend, ko po orë Klot Durë, Bylyk Bashi, Suat Lici, Bylyk Bashi, ko në orë në janar. Kështu që jetë ishin me Gjirokastër. Edhe Martini, u rikëthynen, në prish me Gjirokastër, si ishte, atë kohë i njeri me ftuar ishte mjeshtër, duhet e me prish Gjirokastër, për mos me dojnë nga kampion. Po rivalitetin e kishin me Tiranë? Pa, normal. Aja ko kënë një neshje para fundit që ose ju kujtohet, kena pos në Kavojna, kena dojnë Brazin, risku jonë, ko fushty neshja me Peqini, ko kënë Peqini Tirana, ko lujtë në nesën, edhe atë dojnë Brazin. Mase ishte neshja fundit, se vetëm Brazimi, në mote Peqini Brazimi në Tiranë, si delshin në kampion, se vite Sepse Peqini. prisnit shkumbinin Shkodrë. Edhe shansë risk, kena pas ekip mirë. Çfarë emocionesh mban me nga e ditë? Thëmë drejten gjoja që sët alo, nuk e kam po stadiumin ashtë mushën sa ko kena ditë. Alo sët tifozët, nuk mundëm i përshkru tifozët që kanë kënë 2001-shit. Ko kënë fest tonë Shkodra, edhe mas neshjes. Festa ka zjatër për disa ditë. Pa. Aty ko kënë një... si më hënë kampionatin që është marrë, ajo ko kënë festa më madhe edhe nesi sportista, por më shumë ko kënë e qytetarëve Shkodran, e tifuzëve Shkodran. Dhe emocionet që nuk po ripërsëriten. Nuk që të bëjmë, është edhe ka herë edhe futbolli ka fakt. Po shumë 25 vite ndoshta përsër. Shumë është,
Vazhdia s'ka qëndruar kur kaq shumë pa titull, gjatë gjithë historisë. Që të bësh? Këta dhe sporti, doshe 2-3 herë në afru, por derisa unë kam kënë edhe pjesë si zëvën stranjerë, derisa me Gulev Roshi këna hupë. Çfarë ndolli me që dole vend tem, çfarë ndolli atë sezon? Ishte 11 pikë para ekipi, ishte pjesë e stafit që prej 3 vitesh që nga kategoria e parë me Hasan Likën, me Mirsad Jonuz në superiore, pastaj edhe me Berdaric, Tomas Berdaric që ishte sezoni yt i tretë si zëvendës stranjer tek Vaznia. Por sezoni i tretë ndoshta duhet ishte i vërteti realisht. Ja, thëm drejtën e losat që flasim nuk e besojmë që i kena humet kampionat. Ta humesh kampionatin me 1 gol diferencë, me Gulev Roshi si ishte skema në atë kohë, ishte gjynëse tonë gjdo neshe që i bëme, sidomos 2 fazët e para kanë kënë super për ne. Ishin perfekte. Një fazë e tretë kishte shumë ramje, por... Baj 9-7 humbje në atë fazë tretë. Prepe morë me vedin, por arrit me na morë dur si me 1 pikë diferencë. Me 1 gol, jo 1 pikë, me 1 gol. Nuk e di, alosat nuk e besaj. Keni folu me Berdaric, keni bërë një bisedë mbisore ndoshta si shok, si koleg, çfarë ndodhi si edhe në Shkodër ende nuk e besojnë diçka tillë. Sepse unë kam kënë jo pjesë nga mënyra se u humb titull, okay, e tha që futboll është, sport është, nuk ka asgjë saktë, asgjë matematikore, por ishte 11 pikë para dhe madje Teutas ishte as pretendente për ta fituar, ndoshta ishte Partizani pak më afër titullit. Prandaj është loja futbollit është shumë e bukur. Edhe fillon loja, edhe marrën me bylbylin në momentin që marrën, që me thonë neshe ose kampionati. Ndoshta këta minutat një ashtu si në shkoj gjatë gjithë kampionatit të fitu minuta edhe 7 edhe 8, ndoshta e lame për fundit dhe në marrë. Por besoj që e ke pak peng. Pa, normal. Se doshe pa doshe kur janë emocione krejt tjera, si trajner. Ta thëmë drejten, ndoshta si sportist e nin ata emocionet, po futesh në fushë edhe harrohen, ikun emocionet. Po trajnerit, thëmë drejten që unë e kam pas, trajneri i parë nuk e kam pas fatin me kënë. Ta urojmë që t'jesh. Jo, e kam pas fatin ma kon afru, por rrethonat tilla nuk e kam ashtu, por flas është krejt tjetër, ka emocionet tjera krejt. Përgjësi tjetër. Përgjësi, plus që ka shumë emocione tjera. Sa të thamë drejten, edhe shokve, kolegut tem për shkakun se si është edhe Edi Mardini, ja besoj për shumë gjona. Se ke qef me lujt, me e luën shumë gjona, po është fusha ajo që... që nuk dalin gjitha. Fiks. Por 2 herë kampion me Vazin, por ke edhe një titull kampion, sërish si protagonist me Elbasanin, edhe për ata titull i fundit në sezonin 2005-2006. Trajner Ilir Daja. Faktikisht, në momentin 2004... Aty kishit një ekip shumë mirë. Po, në 2004-2005 e mori njeri të në Bushati, e mori ekipin. A i të mori në Elbasan? A i më ofrej në Elbasan, unë kam kanë edhe Bert Koqi. Thamë drejten... Erdi dhe Sukajn si Uazim, pas ishte shumë i ri. Erdi vitin e dytë, kur kena dorë kampiot. Po vitin e parë, unë kam kanë vetëm unë edhe Bert Koqi. Më ofrën për sori, thët ishtë, po vi, Shkodra me të drejtën, unë nuk prisha qefa i fije, ishin në atë kohë, ishin president Gronqela, Gjoda Muli, konë kanë 4, nuk e di 5. Po, që ishin ata donatorët? Donatorët, unë me të drejtën nuk rash dhe akord me ta, edhe... Për kushtet ekonomike, gjithmonë? Edhe më ofrën për sotani, i thamë unë, po vi më për sotani, thamë unë, shkojmë fazë përjetore, shkojmë Strug, në Maqedoni. Thamë drejtën isha mësu me ekipe shumë mirë. Edhe shifsha ekipin shumë djemëtri, po perspektiv nuk ishte ekipi, thamë për sotani, thamë, që do në me bomë, për sot, thamë shkena marë për i Shkodrës, ma së mërzit në të të mu. Faktikisht avash, prapse është bëhë për njerin, Ben Loaze, presidentin, mori në Vildeden, Bejzoden, kujtohet, mori të Fikosmonin, mori Ndalgun, erdh ekipi, po Vrapi erdhi prap në 2005-2006, po vitin e parë, bani për Sotani, bani super ekip.
Ta them drejtën, kena kanë edhe për vitin e parë kena kanë kampion. Po ju afruat edhe aty kampionit. Por me pak shumë gjana edhe aty e hupme, si i thojnë kampionatin. E fitoi Tirana. Po. Masanaj ishte viti 2005-2006 për firmusat e Elbasani, u largu profesori, ardhi profesori Lirdoja, tam drejtën rujti boshtin, se me 6-7 lojtarë që ishim, si më hënë edhe pak edhe moshën që kishim. Me eksperiencë. Me eksperiencë, e rujtin edhe tam drejtën, falë edhe profesorit, për mu në gëzej respekt për profesori Lirin, për mu është në trajnerët më të mirë në Shqipëni. Është aq shumë detajist sa thonë futbollistët që kanë pjesë drejtimit ti. Për mua është, se unë e kam përjetu vetë. Sepse thonë bënë analizë 2 orë, 3 orë analizë. Analizën çdo trajner duhet me e bo analizën, po kishte gjona plus që mund të ketë një trajner. Edhe një trajner profesionist për shembull, unë sot kam mësuar shumë edhe prej tij. Unë kam qenë sportist, por unë kam mësuar edhe prej tij. Se kishte disa metoda shumë të mira, pavarësisht se tash edhe herë mundesh me bë analiza, por i bën analizat duhet me i bë detajume, nuk është punë që po bën 2 orë analizë, por çfarë fiton. Belem kujtohet se unë atë kohë i lusha, aty po ta fillu me lujt si shkatrues. Para mbrojtjes. Profesori aty më thotë mu ti vrapon më tepër se ton, pjesën më të madhe të lojtarëve ti ke me pas se gjithmonë ton ekipi lushin me një mrapa, një sulmues mrapa, si më thonë, e dusha unë me marku. Atë më thotë mu. Sulmuesin e dytë pak a shumë. Edhe më thotë është roli i ri për ty, ti frym ke dhe vazhdo. Kur erdhi përsëri Liri, ai kishte qejf me lut me 2 mesfushor. Me dy qendra. E me thonë drejtën e kisha i fjet vështirë, pavarësisht se kisha eksperiencë. Por kisha më mend ko kanë ky Etlim Çapja, nuk e di sa më po. Ky ishte lojtar 19 vjeç. Edhe më thotë përsëri Liri, thotë, "Mas vin keq", më thotë, se ndoshta flas më tepër, po do më mësu këtë si ke afër, thotë mos e s'kam nevojë thotë me të mësu ty. Edhe them drejtën, sa herë diskutojmë se na kena muhabet në botë sportista, thotë ti ti edhe i lirë. Edhe na shkaj marr them drejtën. Aty duhet. Ishte një ekip shumë i mirë ai Elbasanit realisht. Po edhe aty mas vllaznis, aty e kam po edhe tifozllëkun që janë nime, e kena një. Janë ende ato fotot e famshme. Jashtë mosit e kena një edhe tifozllëkun aty që e kthyme një qytet, e kthyme me dal kampion mas shumë viteve, sa është hera dytë që kishte dalë në tonë historinë. Gjithë historinë e futbollit. Por e kena kalu shumë mirë, unë si qytet gëzej respekt, fal edhe shkollën e naltë aty e ma. Si thënë e kam marrë, po ma shumë më kanë dhanë se e kam marrë. Po si tregon gjitha. Gëzej respekt për gjithë pedagogëve aty. Gëzej respekt pa përjashtim. Por o i ktheve tek Vllaznia. Po morë edhe një kupë në vitin 2008. Po në atë kohë erdhi Valter Fusha mori. Belem më frej, bëmi bashkë bisedë, masi kishin dalë kampion, më thëtë mua kam qefën të marrë. Bisedova edhe me Benën, faktikisht fillen edhe mosha, unë isha me familje, se unë kam jetu edhe në Elbasan, kam marrë nanën edhe nusën me vedi, unë kam jetu atje, 2 vjetë. Edhe tham drejtën kisha qef prap muri këthyt e Vllaznia, sa dush, ku do me shku me lujt, ishte Vllaznia, është Vllaznia. Edhe, si thënë u afrova prap, por nuk e pot me fatin me marrë kampionatin, morë me një kupë. Edhe aty për pak, ndeshjet fundit me Tiranën. Po. Sezoni 2008-2009, mos gaboj. Po, kupën e morë, gjithsesi, e kompletove palmaresin tënd si futbollist, besoj, nuk ke pengje. Ja. Tash çdo futboll. Sepse 3 kampionate dhe një kupë nuk janë pak. Normal. Kisha dashur edhe më tepër. Absolutisht. Por karriera mbyllet, se unë në 2010 më sa më mbyllet si karrierë. Luajta për pak kohë me Aden. Po, kam luajtur rreth një vit e gjys, po. Para se të jepja fund, totalisht. Më pas këto emocionet kalimit tek trajner, e the pak ndryshojnë shumë me futbollistin. Ndryshojnë, them drejtën, në 2013 Elbasanit bot marr prapë njëri Tan Bushati, bot marr si zëvendës trajner. Te Vllaznia. Te Vllaznia ku kanë Vjer Sinoni, isha dhon. Se mu mori më mrapa. Edhe aty filloi eksperjenca. Tam drejtën shoqër pështuar atë vit, se ishte vështirë. Risk me fitu, muaj mend kena fitu një ndeshje në Korçë, me Korçën atë kohë ishte Korça në vend parë.
Që shënoj Hajdari. Po, edhe dësh zotin ndajtmen superiore, se ishte synimi jonë. Por ka emocione tjera. Vllaznia sot. 2001, 2006, ka ardhur momenti. Të thëmë drejtën, unë diskutoj edhe me shumë, kam diskutuar edhe me profesorin, me Edin, e me Vjorin. Thëmë drejtën të problemi që janë bo, këj grupi që i ka ardhë, po do është mi vetë kënesu, por të gjithë që i ka ardhë janë lojtarë qetësor, por një gjo që mu më pëlqen është grupi që e gjenë njëni tjetrin fush, lidhen me njëni tjetrin. Që ti mund është me bledhe lojtarë shumë qetësor, por nuk shkon të ekip. Nuk kombinoj. Por unë besej që këtë vit, nuk e di, por unë kam shumë besim të ekipi që kanë prodhu futbol, plus edhe këto sportista kanë kënë lojtarë cilësor që kanë ardhur të Vllaznia. Ta rikthejmë edhe herë të tifozojnë, ta mbushin stadiumin, ta te mbushin ndoshta. Sepse ka vite që mungojnë atë shumë tifoz, hera fundit me Tiranën ku luaj për mbijetesë. Vllaznin unë e kam pas fatin edhe kam një momentin që sikur 2-3 neshe mi bë fitore, neshen e 4 i ke njerëzit në stadium. Kështu që e kena vetë, e kena adrenalin, Shkodra është, ta mënë kanë thonë, mund të rrimë edhe pa bu, pa futbol nuk mund të në nëjë. Pa futbol dhe pa vllaznin. Një fjalë ndoshta të fundit për tifozët. Jo, unë gëzoj respekt për gjithë qytetin e Shkodrës, sidomos edhe për i tifozëve, se pa mbështetjen e tyne, të më drejten sa herë, bele pa kujtej, ndoshta kam kujtu edhe në herë tjetër, po moj mëndë së gol prengën, edhe unë të qesh, më thote, duket ka kanë viti 2001 që kena dalë kampion. Po kishte tifoz dhe 4-15.000 në stadium, edhe më thote, o sa fet, thote unë. S'kon që me bo këta njërës dhe të vinë stadium, se e kishte të nërë kur kishte shifte tifoz dhe. I thushim, na, do në me dalë kampionit, e do me të pru fjallin që Shkodra a shumë e nishme. Edhe është gjëna për sa shumë vite kena nejtë pa kampion, ose pa kampionat. Tani në fund duhet bëj një lojë krahasimësh me ty, me futbollistë që kanë dalë kampion, po të roleve të njëjta. Dhe duhet të zgjesh një emër. Po vetëm një, mos më thuj të dy lojtarët janë të mirë. Atëherë, mes Grimës dhe Krstajic, këtë do vlerësoj? Grimi i ka dhënë futbollit shkodran, edhe është. Unë jam madhen Shkodër. Nuk duhet t'i mbes hatri askujt që ndjek këtë video. Premçi dhe Noga. Tash duket pyetjet po fillojnë me vështirësi. Do të vështirësohen, absolutisht. Çdo sportist ka karakteristika. Një emër profesor, një emër. Premçi Noga. Në qoftë se do ishte trajner, këtë do fushë informacion. Albani ka kanë i fije më i qetë si natyrë, Astrid Premçi ka kanë më agresiv. Pra do merrte karton Premçi. Mu më kujtohet për rikthej natë 6-ën, që më thote për Sërdedja. Në gjete i herë me Ermal Dervishin. Edhe i lutem mërët si djathtë, edhe unë mërët si djathtë. Ne shit mërën kishte qef, se lushim futbol, edhe kishim qef, edhe thote, sa fet kemi lujti. Kishte raste ne që jashtë, thote, Ermal me lujti, se ishte më i fort fizikisht, edhe kishte hap më të madh dhe futi. Prandaj edhe të trajnerit është i do me më futë edhe rolin e trajnerit, po nuk e di keme... Jo, një emër dua, Premçi ose Noga, nuk e ngel hatri askujt. Pa mirë po e tham Noga. Noga. Zmiani apo Dibra? Zmiani. Cungu apo Lici? Lici. Belisha apo Patushi? Sajmiri ka dhënë më tepër. Bilikbashi apo Duro? Dure. Sinani apo Martini? Po qëtë është për produktet fundit, Edi ko kënë edhe e konë qujtë tifuzët Maradona i Shkodrës. Por Vjuri ka bo volum lojet. A ke prasysh, Edi me marrë kështu, Edi ishte, unë tash më kujtohet, për i këthejmë disa viteve, natë 7-ën, kur ishim Granada Spajs, sa fillej lojen, Edi ka kënë pëthuj se i këtë peshë shikosët, ishte atje po një gjujtje, një marrje topit e bukur e tia, e morën me kontraktin e Frankfurtit, bani kontrakt. Nga fjallet e tua, mendoj Martini. Hysen Dedja po Devisha Gjosmanović? Hysen Dedja. Edhe në fund e kam osja i sezonit 97-98, osja i sezonit 2000-2001, apo osja i sezonit 2005-2006?
Thëmë drejtën, unë natë 7, natë 8, unë kam bo pak gola. Pa aja për jullë, moj mend shumë, që kam boja 4 gola ose 5 gola i kam bo decisiv. Kështu që atë për jullë moj mend më shumë. Atë do vlerësoje për vetën duhe. Të falenderoj shumë profesor. Ishte me të vërtet një kënaqësi të kem një emër të madh të futbollit shkodran, por edhe një qytetar model Shkodrës. Faleminderit edhe ju shkoft marr. Edhe ju shumë sukses edhe pse jo një ditë shohim edhe me ekipin e parë të Vllaznisë. Faleminderit. Ju falenderoj edhe ju miq për vëmendjen tuaj, ne do shihemi sërish në mërkurën tjetër me të tjerë protagonistë dhe të tjerë kampion të sportit shkodran. Deri atëherë miru takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima e Milk Produkt, Kuçi Transport, Misht e Shemsi me dyqanet tek Begjisteni dhe në Zigzag, zyrën e shërbimeve me një ndalesë me dyqanet në Rus dhe në Parruc.